Një reagim i fortë ka ardhur nga ish-banorja e Big Brother VIP Albania Francesca Jaçi, e cila ka shpërthyer publikisht pas një prej diskutimeve të fundit në spektakël përmes një Insta story. Francesca ka kritikuar ashpër temën e trajtuar gjatë Prime-it, ku komentua për higjienën personale të një banoreje. Ajo e cilëson këtë si një nga temat më të papërshtatshme që mund të transmetohen në televizion, duke theksuar se situata ka kaluar çdo kufi. Mendoj se është tema më e shëmtuar televizive të pyesësh. Ai ndërrojnë çarçafët një vajze, shumë turp. Ky Big Brother ka marrë fund, shkruan ajo në reagimin e saj, duke e shoqëruar me pamje nga momenti në ekran. Ky reagim lidhet me debatin e krijuar pas një komenti për çarçafët e Brikenës, që më pas u kthye në temë diskutimi edhe gjatë spektaklit live, duke shkaktuar polemika të forta. Reagimi i Franceskës ka rikthyer edhe një herë vëmendjen mbi kufitë e asaj që konsiderohet argëtim në reality show. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.